akt juve. Pse se kontrolloni atëre që mos bëhet një vesi tepruar? Sepse ju e lejoni dhe e lejoni që edhe të te kalohet. Do të thonë njerëzit, pse e mohon ti faktin që njerëzit kanë në shtëpi aty kanë darë gratë. Po e mohon te primi atëre. Po nuk kontrollohet ajo, atë po thot ai. Po një sekondë se kontrollohet, se kam mënyra për ta kontrolluar. Po desa u hapën, po hyren kazino ti ai të heq me ndërtije. Se ka kazino që nuk të lënë ton mjaft ditë se ke luajtur. Asnjëherë, ku është parë ndodhi kjo? Po mirë, më them ligji çfarë. Edhe ligji që po ku ndodh konkretisht? Edhe ligji aktual, apo jo, është një ligj që të krijon kushte që ti të pengohesh. Siç thot, nuk pi duan ai që është 9-18 vjeç, ndalohet duani në ambientet mbyllura, alkool nuk pinë ata që janë 21 vjeç, atje ka kufizime dhe ke parti të zbatohet përpikërisht siç thot ligji. Atje, po mirë tash, o do bëjmë atë, o do themi pastaj që zmbyllet. Se mbylli Amerika do të. Po, patjetër, po. Shiko, unë mendoj tani ka thënë me 100 herë. Natyrisht që Erioni se tha. Po nëse ka ndonjë përpjekje. Erioni iku të vërë s'ke din. Një të pjesë juridike e sportit është ta. Tash këtu problemi nuk është. Erioni mori vesh që u hap. Gjërat e fatit nuk është një problem i madh kjo. Kjo është problemi midis sportit, shoqërisë dhe shtetit dhe është një pikërezie e madhe vetëm se shteti nuk merr dot lekët, nuk e kontrollon dot. Prandaj e bëri shteti i doli jashtë loje. Nuk e kontrollon. Dhe tha më mirë ta kthej. Ta kanë luajtur dhe fare të ikin diku tjetër me atan. Po edhe kur ishte. Ashtu siç e kishte ndërtuar, nuk e di si është ligji se do flas tani, edhe kështu siç është prap sporti, edhe përse duhet vënë këto lek atje për sportin, prandaj s'është mëkat, ai grumullon ca lek për të mirat, për popullsinë, për tjera, përveç dëmeve që do futemi pasaj si vest, por shteti do më kërkon forma të tjera dhe po lë pafundësisht para që t'ikin në shteti. Unë kam qenë kryetari i shoqatës tyre dhe unë po them që ne kemi thënë mos luani. Do më thënë, ajo, si tu është promovimi... Po, i ke thënë mos luani dhe keni bërë dhe shoqat për to. Po, pa tjetër më. Po të shqy se s'ka sens kjo gjëja. Po pse s'ka sens? Po s'ka sens, edhe bërë shoqat, po shoqata që bënde. Shoqata bëri për shembull, bëri materiale promovuese që mos luani futboll e mos vini bastër, për shembull shoqat. Çfarë shiko, shoqat ka edhe ato kompanitë që prodhojnë duan, edhe ato që prodhojnë alkool. Shoqat bën dhe prostitutat patjetër. Po mirë, nuk e di. Po kazinoja. Kam qenë kryetari tyre, kështu që s'tem dot. Po nuk e di mundet, s'kam problem. Po ideja është që ti duhet ta menaxhosh vesin. Tjetër gjë është të thua ashtu do ta mbyll vesin, tjetër gjë është ta menaxhosh. Dhe ne kemi thënë atëherë, merrni 25 milionë euro nga bastet e shtetit, nuk harxhoni asnjë euro për këta që janë problematik. Te ligji thoshte duhet deklaruar, duhet lënë hyje etj, ka forma. Domethënë vesi ka dy mënyra për ta luftuar. E para punës është ta kufizosh në mënyrë të natyrshme, e dyta është të edukosh ata që janë të përfshirë e kalojnë pasionin e tepruar në ves, ti, si thua, ti edukosh, ti bindesh me mënyra që është edukimi kryesisht. Mbyllja nuk shkon. Tash, nëse do flasim, derisa shteti e pranoi dhe po i rihap ligjërisht e pranoi që dështoi, që nuk i mbylli dot. Tani problemi kush është, nëse doni që të jetë më interesant, e mua pra i të vi. Patjetër. Mënyra se si po i hap për mua dhe për ne që marim pak vesh nga kjo punë, nuk është mënyra më efikase. Se çfarë po bën gabim? Sepse çfarë po bën? Thot, nëse kishte pika fizike ku ti e kontrolloj, thot do luash online. Online kush luan, ku luan, si luan, nuk e di. Ase merr vesh fare. Duhet i çosh lekët tot në bank edhe nga banka që çfarë do thot kjo? Do thot ço. Ne kemi jo, ka një problem. Ke një strukturë që luan në mënyrë të paligjshme. Kur ti strukturën e ligjshme e bën shumë të ngurtë me shumë kërkesa, këta vazhdojnë të luajnë këtu. Ky është problemi i madh që kemi ne. Pra, duhet ta bësh fillimisht më atraktive dhe pastaj kur ty hyn këtu, ti pastaj fillon të bëj kufizime.